أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد Falënderimet i takon Allahut subhanahu wa taala, salata dhe selamet kofshin mbi dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Lut Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala ibadetet tona të cilat i kemi krye gjatë këtyre ditëve të bekuara, Allahu kabul dhe makbul të na i ban. Të lut Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të mira, që ditë të cilat ka ngel dhe vijojnë, Allahu të na jep kudret, të na jep forcë që këto adhurime të kryjmë formën më të mirë dhe më të bukur, që dalmi para Allahut subhanahu wa taala faqebardh, gjuna falës dhe meritor ta fitojmë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, vazhdoj me dersin e djeshëm, ato të cilët ishin prezent vetë se e din, kemi të bëjmë me një sure e cila për vlerën e saj është shkruajt shumë dhe është thënë shumë. Nuk ka ndonjë sure në Kur'an e cila ka aq shumë begati dhe bereqet dhe aq shumë dietar të janë kujdes në shpjegimin e kësaj sure, sikur që është surja Fatiha. Dhe thash që vetë fakti që 17 herë Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ta lexojmë në namaz, tregon për vlerën e madhe dhe njëkohësisht është një farë sinjali, një farë alameti që Allahu subhanahu wa taala don me na thonë neve se gjithmonë o musliman kujtoneni këtë sure. Jo rastësisht përsëritet 17 herë. Jo rastësisht Allahu subhanahu wa taala na tha që për çdo recat me lexue nëse falemi vetë. E nëse falemi me imam, hoxha ku lexon me zon dhe ndëgjohet surja Fatiha, ne ndëgjojmë, ati kur nuk lexon hoxha, hesht hoxha, është e udhës dhe është e preferuar dhe është e mirë që të lexohet surja Fatiha. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka namaz të plot me sevape të plota përderisa nuk lexohet surja Fatiha. E duke pas parasysh gjithë këtë, edhe hadithet të cilët thash që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi një ditë në xhami dhe e pa Ubej ibn Ka'bin duke u fal e thire, e Ubej ishte në xhami, ishte në namaz, nuk ju përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pasi që e kryti namazin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: o Ubej, kam me ta dhon një dhurat, kam me ta dhon një hedije, kam me ta dhon kam me tregu për një vepër të çmuar të cilën Allahu e don. Dhe vazhduan muhabetin me Ubej ibn Ka'bin. E mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dorë Ubejin, dhe kur mritën te funi i xhamis, Ubej po i tha i dërguami i Allahut: ja Rasulullah, ti më thave më herët që kemi ma tregue, kemi ma dhon një hedi, një dhurat, kemi më tregu diçka shumë të vlefshme dhe shumë me peshë. Tha o Ubej, ngo tek nena, Allahu subhanahu wa taala nuk ka zbrit në tokë, as në Teurat, as në Injil, as Zebur, në as një fletushk, në as një libër, nuk ka zbrit Allahu ndonjë sure më të bereqetshme, më me vlerë se sa surja Fatiha, pra surja Elhamdulillahi Rabbil Alamin. E nga këtu vëllezër dashur, na jep me kuptu se kjo sure ka shumë peshë dhe duhet ketë peshë në jetën e besimtarit. Nga sa Allahu subhanahu wa taala kur deshti t'i edukon atë gjenerat të bukur, kur Allahu subhanahu wa taala donte t'i përgatitte sahabët me iman, t'i bënte hazër për sfidat, problemet, telashet të cilët do të vinë me pranimin e Islamit, nga se sahabët momentin që e kanë pranuar Islamin janë ballafaqu me tortura, me probleme, me sakrifica të mëdha. Andaj vëllezër të dashur, surja e 5 që Allahu e zbriti në tokë, surja e 5 që e ka zbrit Allahu në tokë, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me davet fshehu razi, duke vazhdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtëpinë e Arqam ibn Abil Arqam, duke i eduku këtë gjenerat, duke eduku Ebu Bekrin, duke eduku Omerin, duke eduku Osmanin, duke eduku Aliun,
duke eduku Talhan, kjo surë në zemrët e tyre reflektonte dhe i bante që të qëndrojnë besnik ndaj fesë Allahut, edhe pse torturat ishin të mdoja dhe sendet të cilët mushrikët ja u jepshin ishin tepër të lakmushme dhe njerëzit mushin me rshit. Mirë po kjo sura, sikur që i boni ato që ndrojnë besnik fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Jo rasisht kjo sura në Kur'an njifët sikur suratul Fatiha. Fatiha është me hap, e hapi librin e Allahut me surën Fatiha. Surja Fatiha është surë përmbledhse e gjithë librit Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithë çfarë ka në Kur'anin famëlart, pas surës Fatiha, duke nisbi Elif Lam Mim Dhalikel Kitabu La Raiba Fi dhe deri te Kul A'udhu bi Rabbin Nas, është shpjegim i surës Fatiha. Surja Fatiha janë temët më të rëndësishme të besimtarit dhe të islamit. Pra vëllezër të dashur, tematika pra surja Fatiha është përmbajtja e Kur'anit. Kush e ndjen surën Fatiha, ka me ndjekoj këtë Kur'anin. A njeri vëllezër të dashur, kur të lexohet surja Fatiha, nëse zemra e tij dridhet, nëse zemra e tij i përjeton, i ndjen fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Kur të lexohet surja Bekara edhe më shumë. Momentin që veshët tu e ndëgjojnë dhe zemra jote e ndjen dhe përjeton dhe syri jot loton ku Allahu subhanahu wa taala thoje elhamdulillahi rabbil alamin. Pa dyshim çdo ajet i cili do të vere pas surës Fatiha, ku flitet për Allahun, ku tregohet se kush është Allahu, ku flitet për cilësitë, ku flitet për emrat e Allahut, nëse në elhamdulillahi rabbil alamin të loton sini, zemra rënqethet dhe vesh i knaqet kur e ndëgjon ajetet të cilët vijnë pastaj dhe flasin për Allahun subhanahu wa taala, do të kenë ndikim të njëjtë e kundërta me të kundërtën. Dhe kur e themi Maliki Yawmiddin, kur ta lexoje imamin, apo kur ta lexojmë në namaz dhe themi Maliki Yawmiddin, i gjithë pushteti i takon Allahut. Nëse e ndjim këta, nëse e ndjim se një ditë do të dalmi para Allahut, i gjithë pushteti ditës gjykimit i takon Allahut, atëherë çdo ajet i cila flet mbi ditën e gjykimit, flet për xhenetin dhe xhehenemin, ka me ndikue. E nëse Maliki Yawmiddin nuk ndikon, edhe ajetet të cilët vijnë pas nuk kanë me ndiku dhe nuk kanë me lëviz zemrën tonë për ta largu plunin e imanit. Dhe kur themi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, o Allah, vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Nëse zemra jonë, syri jonë dhe veshi jonë nuk i ndjen këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala, ajetet e tjera të cilët flasin për urdhrat e Allahut në veprat mira, ajetet të cilët flasin se si besimtari duhet përpjeket dhe të punon mirë dhe të hakat që të banë sevape, wallahi nuk kanë me ndikue. Pra vëllezër të dashur, nëse doni me ditë se pse thash i gjithë Kur'ani është në surën Fatiha, për këtë sebeb vëllezër të dashur. Kur'ani, dietarët islam kanë thonë që Kur'ani i shqirton 6 tematika. Kur'ani i shqirton, nëse e merr librin e Allahut, e lexon prej fillimit dhe deri në fund, i shqirton vetëm 6 mesele. Meselja e parë është elhamdulillahi rabbil alamin. Që kia jet na tregon neve kush është Allahu subhanahu wa taala. Që kia jet na mëson neve se Allahu është Zoti i botave, është Zoti i insanëve, është Zoti i melaçeve, është Zoti i insekteve,
është Zot i këtij universit. Çdo botë të cilën njerëzit, qoftë bota njerëzore, shtazore dhe kështu me radhë, Allahu është Zot i tyre. Elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut. E ne si besimtar, ne si musliman, ne e dim një realitet, se ne jemi nevojtar për Allahun subhanahu wa taala. Ne kemi nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Aq të mira na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Aq begati na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Aq dhunti na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që ne e kemi për borxh që çdo çast, çdo moment, çdo frimarje ti themi Allahut elhamdulillahi rabbil alamin. O Allah, ti të falenderoj. O Allah, falenderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala prej begative të shumta që na i ka dhënë, prej të mirësive të shumta dhe shumë lloj-llojshme që na ka dhënë, dhuntia më e mirë, begatia më e mirë, e cila përmendet më në këtë sure, është udhëzimi. Andaj pasuria kryesore që besimtari duhet ta ruajë, sendin më me vlerë që besimtari duhet kujdeset për ta, sendin që besimtari duhet sakrifikon gjithçka që mos të njëllosët kjo, është udhëzimi, është hidajeti. Andaj Allahu ajetin e parë na tregon se ne jemi nevojtar për Allahun dhe Allahu shumë të mira na ka dhënë. Të mirët e Allahut, siç thot Allahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tha o ju insan, o ju njerëz, o kulli jem, të mirët që ja kam dhënë unë juve, begatit që ja kam dhënë juve, asnjëherë nuk mund t'i numëroni. Nuk ekziston numër, nuk ekziston kompjuter, nuk ka fletore në dunjë dhe nuk ka lapsa në këtë tokë që mund t'i numërojnë dhuntit e Allahut. Sosën lapsat, sosën penkallat, sosën gjyrat, sosën fletorat, duke i numëru një metët dhuntit e Allahut, dhe prapë në fund nuk kemi me mujt me dalen me i numëru të mirat e Allahut subhanahu wa taala. E Allahu pasi na ka dhënë gjithë të mira, Allahu subhanahu wa taala e mira më e mira është që na ka mundsuar tash në këto çaste me qëndru në xhami, me ndëgju ca fjalë të Allahut subhanahu wa taala. E mira më e mirës, dhuntia më e madhe që besimtarit Allahu ja jep është kur ta udhëzon në rrugën e drejtë, t'ja mundson me njoft Allahun dhe t'ja mundson ballin e tij, fytyrën e tij të ndritshme të shenjtë, ta vendos në sejdë në tokë për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e mira më e madhe që Allahu subhanahu wa taala mund t'ja jep. Ajeti i dytë thash që Allahu subhanahu wa taala shqirton është dita e kiametit. Maliki yawmiddin. Allahut i takon pushtetin ditën e gjykimit. Allahut i takon mbretëria në ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala është i vetmi cili do t'i merr insant në sual, në pyetje, do të na vet Allahu subhanahu wa taala për çdo punë të cilën e kemi bërë, çdo vepër të cilën e kemi bërë, do të qëndrojmë para Allahut me komtet tona, e Allahu do të na pyet një nga një, pse i keni bërë, për çfarë i keni bërë, a e kemi pas sinqerisht për Allah, apo në zemrët tona ka pas sifatsi, apo në zemrët tona ka pas ria, apo zemrët tona ka pas ortaklëk, për këtë lusë në Allahu azza wa jall që të na bën të sinqert. E kur ta thuish elhamdulillahi rabbil alamin, kime kuptuar se Allahu subhanahu wa taala na pas ka dhënë shumë të mira. Ajeti i dytë, a dini cili vjen? Ar-Rahmanir Rahim, se pas kum kthiu në një ajet. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu është mëshiruesi, Allahu është mëshirbërësi. Allahu po na kallzon për veten e vet dhe po na thot o kulli jam, o njeri, o ti besimtar, o ti musliman, o ti pasuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu është mëshirues. Allahu ka me të fal. Allahu të pranon. Pa mor parasysh sa herë ki shpinën Allahut. Pa mor parasysh sa herë ki dhnu Allahut. Pa mor parasysh sa gjunohe ki bo kundrejt Allahut. Pa mor parasysh sa je ngarku me të këqija, me vepra të këqija. Dije se e ki një Zot i cili është i mëshirshëm. E Allahu ka me të mëshirua. Ar-Rahman, mëshira Allahut i ka plon gjithë njerëzit. Mëshira Allahut i ka plon gjithë njerëzit. Er-Rahim është vetëm për besimtarët.
Rahim është për besimtar ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala i ka 100 mëshira. Një e ka shlu në tokë. Një e ka shlu në tokë. Një rahmet Allahu e ka shlu në tokë. E me këtë rahmet, nona e do e vladin, baba e do e vladin, e do vladin, dhe kafsha e do të voglën e vetë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me këtë rahmet, kafsha e ngrit komën e vetë dhe e lejon të voglin e vetë që të thith, që të shqehet. Me këtë rahmet, e imagjino, çfarë rahmeti ka nona për e vladin? Rahmetin më të madh që njeriu në këtë dunjë mund ta imagjinon është rahmeti i nonës ndaj e vladit. Kjo është një pjesë sa krijesa, sa njerëzit. Me një rahmet këti miliarda njerëz, miliarda kafshë, insekte bëhen rahmet njëri me tjetrin me këtë rahmet. E imagjino, Allahu 99 rahmete i kalon për besimtar në ditën e gjykimit. Për musliman, për ato që i kanë bërë sejdë Allahut, për ato që në këto ditë nxehta agjërojnë, respektojnë Allahun, dojnë Allahun, mundohen që Allahu subhanahu wa taala me veprat e tyre, me gjymtyrët e tyre të jetë i kënaqur me to Allahu subhanahu wa taala. Mirë po e ka edhe një farë sekreti kjo fjalë. Kur Allahu subhanahu wa taala thot Ar-Rahmanir Rahim, të mëson se Allahu është i mëshirshëm, edhe ti e kupton me automatizëm, e kupton që Allahu ti e të donë. Nuk ka mundësi dikan me mëshirue pa pas një lloj dashnie. E dashnia Allahut për besimtarët është shumë e madhe. E sikur që donë me na kallëzu mua dhe ti se, o musliman, Allahu është i mëshirshëm, edhe dije se pas kësaj surës vjen surja Bekara. E thash, dersën e kalum, dje e thash që radhitja e Kur'anit është tauqifije, është prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu e ka radhit surën Fatiha, mas surës Fatiha të kush vjen? Surja Bekara. Surja me më shumë të obligime. Surja me më shumë të farze, me më shumë të obligime ndaj besimtarëve. A dini cila sura është? Surja Bekara. Nuk ka surë e cila mund gjesh urdhra. Allahu ka urdhëruar surën Bekara Ramazanin, ka urdhëruar haxhin, ka urdhëruar sadakan, ka gjithë shumicën e ibadeteve Allahu i urdhëron surën Bekara. E mos me dal dikush prej neve me thonë Allah, na ranove be, shumë ronë është, shumë obligime. Jo, s'ka shumë obligime. Allah është i mëshirshëm. E nëse Allah është i mëshirshëm, nuk në obligon neve për te mundësive tonë. Ne muna mi krije. Gjithë çfarë ka surën Bekare, ne këtë të cili prej neve mund të jeton, ta jetëson, se cilin urdhër Allahu që e ka thonë surën Bekare, mund të jetësojmë. Mos dole dikush për neve me thonë, Allah, ronë be kjo. Jo, sa është ronë. Sa Allahun që shfillim, sa i ki qi librin Allahut, ki thonë falënderimi i takon Allahut për të mirët që mi ka thonë, Ar-Rahmanir Rahim, është mëshirues. Allahu prej mëshirës vetë nuk na ka obligu neve për te mundësive tona. Andaj çdo obligim të cilën ne e kemi fars prej Allahut, ne si insan mund të kryjm dhe është shumë i lehtë për neve. Pasaj tha, Maliki Yawmiddin. Kur ta lexosh Maliki Yawmiddin, o Allah, ti takon pushtetin ditën e gjykimit. Ti e pronari ditës gjykimit. Ti jep me kuptu se puno çka dush. Wa amil ma shi'ta fa innaka mujziyun bih. Pa puno çka dush. Këtë dunjë, këtë botë mund bash mirë, mund bash keq. Këtë dunjë mund bash sevape, ama mund bash edhe gjunohe. Ama dije se për çdo veprim innaka mujziyun bih, ti ki mu shpërbli për të mirën, Allahu ka me na shumë fishu të mira, e për të keqen Allahu subhanahu wa taala inshallah me mëshirën e vet na mëshiron. E nëse nuk na mëshiron, atëherë me dëmos ka me na dënu Allahu subhanahu wa taala, se i kemi thi urdhrin e Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thot, pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala thot, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah.
Veç kja jetë mjafton me shkrujt libra. Veç kja jetë. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Për këtë është një djetari famshëm Ibn Qayyim al-Jauzi, e ka një libër ku i ka komentu 2 libra, 2 vëllime veç që këto 2 ajete. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. O Allah, ti të adhurojmë. O Allah, ti të adhurojmë. E dyta, wa iyake nasta'in, dhe prej teje ndihmë, o Allah, kërkojmë. Këta jetë Allahu subhanahu wa taala do më na kallëzu neve se o ti insan. Puno e kur të punojsh Allahu t'jep. Shpesh herë keni pa vëllezër të dashur. Sikur që ne kina qef, edhe shumë na konët, edhe mu, edhe juve, edhe këtë insan. Ne kina merak Allah i me na dhon një herë, o Allah bërë minja 1 milion mas një falna. Apo? O Allah, ti banja 60 vjetë njerë, mas një me falna, të knasën njerë në dënju, ti shjoj ketë, mas njëna. O Allah, në më thonë gjithmonë, ne kemi qef që Allahut na jape dhe ne si shpagim ndaj asaj që na ka dhonë Allahu, ne t'i krymi ibadetet. E muslimoni se ka kështu. Besimtari se ka kështu. Sa Allah së më të thotë, iyake na'budu, Allah, ti të adhurojmë. Fillimisht, une ka me të bo sejdë tije, e mas një t'i rujë mu Allah mua. O Allah, une ka me agjeruë, e ti pastaj kujdesu për mua Allah. Pra, me këta jetë Allah subhanahu wa taala sikur që dënë me na mbjellë zemrët tona një qelës të suksesit. Edhe ajo është me fillue, me punue, me fillu me hakat. E nëse fillojmë ne me hakat, me punue, Allahu me domos nuk ka me na harue. S'ka me na qitë Allahu pas shpine. Sa Allahu është Rahman, Rahim, Allahu na don. E nëse ne pak hakatmi, ka mujt për neve u ka desh me thonë iyake nasta'in, iyake na'bud. O Allah, ti na nimo sefte. O Allah, ti na ruj neve. O Allah, ti na eptë mira njëherë. O Allah, ti ta na i qitë në dizen, e mas njëna ne, kena me të adhuru e tije. O idha mesehu lë khajru men, Allah s'ma dhe dhatë, kur insanin e godet e keqja, panikohet. Kur Allah e sprovon dikan, e kini pa e. Me bu me sprovu dikan Allah, qatë shumë pisket që pa maki, kitë më holla e mervesh se shka kohet. I ka një 500 euro bërç, si cilin ditin muhabet, e valla kam bërç. E valla i zdurot, bërç i madhë. Valla i be bërç. Valla, veç kukat. Veç kukat. Ka thonë, wa idha mesehul, e kur ta godite një e mirë, kur ta godite një e mirë, kur Allah s.a. i jep, i ka të pare në gjep, a di qish hec, e që në kryen të naltë edhe dhëtë, kjo zëtësia imeve, të biznismen jam përva klasa kështu. Baba jam une e di qish e sili, kështu e baj, ka dal, iyake na'budu wa iyake nasta'in. Ashtë interesant, vëllezër dashur, dje e thash se 3 surët që djetarët islam mësë shumë ti kanë dhonë rëndësi dhe kanë komentua, dhe ka shpjegime është surja Fatiha, surja Jusuf edhe surja Kehf. E në surën Kehf Allah s.a. e tregon për ca djelë mosha. Allah s.a. flet për ca djelë mosha të cilët e pranojnë islamin dhe fillojnë me bo davet në popullin e vetë. Fillojnë me i thirë njerëzit në fejl e Allahut subhanahu wa taala. E kur fillojnë me bo davet, normal vëllezër të dashur duni me kuptu islami edhe zullumi asnjëherë nuk janë bashkë. Islami me padrejtësinë, me zullumin, asnjëherë s'ka pas paqe. Gjatë gjithë historisë, edhe rastisht gjithë pejgamberët, çka i ka thu Allahu subhanahu wa taala, janë ballafaqu me padrejtësinë dhe zullumin. Janë ballafaqu me padrejtësinë dhe zullumin. Me një fjalë, me kokët e zullumit. E kur bje koka,
Për shembull Musa me kanë ka pas problem? Me Firaunin. S'njeh historia zullumçar më të madh. Nuk njeh historia zullumçar më të madh. Këtë pejgamber, cilin dush mere? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me kanë ka pas probleme me Abu Jahlin, ka pas probleme me parinë, me kës, me njerëzit, domethënë ka pas me zullumin. Andaj këto djem të ri kur fillun me thirr në Islam, fillun me luftu zullumin dhe padrejtësinë, ai mbreti asoj kohë vendosi që ti denon, ti mbyt. Edhe këto çfarë banën? Çfarë banën këto? Këto vendosën mu largue, se e panë ma. Unë mundun gjatë natës dhe ditës, unë mundojsh njerëzve mi abut qartë Islamin, fejnë Allahut, unë mundojsh njerëzit mi afru nga Allahut, subhanahu wa ta'ala, unë mundojsh njerëzit mi abut qartë dinin Allahut, fejnë Allahut, ato nuk pranun. Edhe ato vendosën, që këto djemë tri, vendosën me hi në shpel, me një shpel të vogël dhe të ngusht. Edhe çka thot Allah azza wa jall, wa idh tazaltumuhum ma ya'budun min duni la fa'u ila al-kahf yanshur lakum rabbukum min rahmati. Subhanallah. Tha kur paria e populli këtyre djemvosh, i këtyre djelmoshve nuk e pranun fejnë Allahut azza wa jall, këto djemt vendosën me e mbrojt fejnë e vet, dinin e vet, imonin e vet, dhe vendosën me hi në shpel. Ustrehun në shpel. Edhe këtu lind pyetja vëllezër të dashur. Këto djemosha kanë pas problem me dy sende. Kanë qenë të lip mu pazon qytet, mbreti, ferman, se këto kudzateken, këto djem mu mbyt. Pse? E kanë prish rendin. Janë të luftu zullumin, janë të i thirr njerëzit me adhuru Allahun, janë të i thirr njerëzit me kon respektues ndaj prindërve. Janë të i thirr njerëzit me adhuru Allahun, me bosejt dhe Allahut, me respektu urdhrat e Allahut, mu largu prej rrenës, mu largu prej kamatës, mu largu prej zinas, mu largu prej bigjozit, mu largu prej haramit. Që këtë punë kanë po këto djemë tri. Tha, duhet mi mbyt këto se po na nalin, po na urdhrojnë sendet të cilët ne jemi për ditë i kena bo këto shka kanë. Edhe këto vendosin me hi në shpellë, dhe kur hi në shpellë, dhe zoshër, këto i kanë pas dy probleme. Problemin e parë, shpella akon shumë ngusht. Problemin e parë, shpella akon shumë ngusht. Dhe problemi ditë qka akonën? Problemi ditë, a kanë me siguru nevojet jetësore për me jetu në atë shpellë. Se me doli ashtë, kanë me pa dikush, kanë me shpionue, kanë me pa, kanë me thirë policin, kanë me mbytën, kanë me vra, kanë me burgos. Amo këto vëllezër të dashur, kur i kanë hi Islamit, i kanë hi seriozisht. Si kanë hi për ative të cilët ta shofa, kam benefite as kam benefite për bona musliman, s'kam benefite, vallave, që ka që pat Islami. Ma konës, jaja, këto i kanë hi për një me hakikat Islamit. Edhe kur e ponë që puna rrezik, hinë në shpellë e ngusht, dhe s'kajnë pas, s'ka me hungër, s'ka me pi. Allah subhanahu wa taala, këto e kanë bo punën e parë, kanë hinë shpellë. Këto e kanë bo sinin e parë. Allah subhanahu wa taala, çka jua? Allah subhanahu wa taala tha, yanshur lakum min rahmeti. Allahu ja xhanon juve shpellën. Ti bune pak, unë shpellën ta xhanoj ti. Ti puno pak, Allah është përblen shumë. Ti lëviz, Allah të jep. Pastaj, ajeti tha, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Subhanallah. Allahu tha ka me përgadit lehtësim për punë të juve. Allahu ka me vapru rëskën që te. Allahu rëskën tha ka me vapru që te. Ju punut pak për mua. Ija ke na'budu, ne të adhuru mu Allah. Pastaj me pjesa tjetër, ndihma Allahut vjen pa dyshim. Ndihma Allahut vjen pa dyshim. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është seni më i dukshëm që neve për me kuptuar çket ajet iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. S'ka sen më dukshëm. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush afrohet tek unë, shiçanin. Kujdes. Çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kush afrohet tek unë, kush do të më bëj hopin e parë? Ne du të me bu hapin e parë. Ne du të mu afru të Allah subhanahu wa taala. Kush afrohet tek une një plam, sa vin Allahu të ne? Një kut. Tha kush afrohet të une një kut. Une shkoj taj një hap. Tha kush vin të une duke ec.
unë shkoj taj duke vrapu. Allahu Ekber. Ta thonë, ne u të shka me bo pak. E surja Fatiha në mëson që këta, që ne duhet me i levi sendet, ne duhet me hakat pak, ne duhet me punu pak, ku shafërohet të këone një plam, që ki plam ashtë kohën të cilën ne hargjojnë në gjami. Që ki plam mund tjetë një ligjeratë të cilën e ndëgjon. Që ki plan, që ki plom mund tjetë një harf të cilën ti e mëson prej Koranit. Që ki plam me të cilën ti afrohesh të Allahu, një plam Allahu afrohet të këti një kut, mund tjetë një faqe Koranit të cilën e lexon. Një subhanallah që e thue, një elhamdulillah që e thue, një 10 dinash të cilën e jep rrugt Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në këtë aspekt, në këto vende, na mëson që shpesh herë neve na dallashitën sendet. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ti të adhurojmë dhe prej ti e ndihmë kërkojmë. Ama ne për me hik këtij obligimit ton, që mos me fillue, qoftë edhe me sene të imta, të sene të vogla, duhet me anis o vëllezër të dashur. Pa janis nuk ka bereqet. Pa janis nuk jep Allahu subhanahu wa taala sende të cilët neve Allahu mund të na begaton. E kjo sure që këtë na mëson. Kjo sure Allahu subhanahu wa taala që këtë sure na që këtë sen na mëson. Thash Allahu do për neve që t'ja nismi, të punojmë pak, qoftë edhe një plam, Allahu afrohet tek ne. Allahu na begaton. Edhe sendin e dytë, fjala na'budu wa nasta'in në gjuhën arabe i ka e këtë kuptim. Flet për kohën e tashme, do me thonë është fjallë mudhari, do me thonë flet është folje e kohës e tashme e cila nën kupton vazhdimësi. Vazhdimësi. E këtu në qalem, vlasë. Te që ke vazhdimësia, për këtë këtu ja ke na'budu wa ja ke nasta'in, dush me ditën që jo Allah, unë vazhdimisht ti ka me të adhurua. Vazhdimisht. Jo ja nisi një mëjdit namazin, e lo. Ja nisi një avdit me mësu Koranin, e lo. Ne vëllezër të dashur, me konë që jemi të vazhdushëm. Allah vëllezër të dashur, kam për vetje, qërtoj vetë vetën dhe edhe juve dhe gjithë kanë. Po që t'jeshmi vazhdushëm, po t'jeshmi ne të vazhdushëm në ibadetet, ritualet, veprat të cilët i bajmë, vallahi mrekullim vetë ishmi konë. Vëllezër të dashur, se cili prej neve, besoj që 7 vjetë minimumi e kam mësu dherën e xhamisë. Po ti kishte mësu ka 2 ajete, ka 2 rreshtet Kuranit, shumë leta 2 rreshtet, 1, 2, një faqe i ka 15 rreshtet. Çdo ditë, ama bash çdo ditë, me mësu veç ka 2 rreshtet, për 7 vjetë e diçka bosh hafiz i Kuranit. Qa bereqeti i vazhdimësisë. Veç 2 rreshtet. Ama ne diçka, e ngojna një ders, nxefna pak, na hi vullneti, si që këna shpet ta Kuranin e qelna, një dit, mashallah, 100 faqe. Nesrit, shtlajfit. Po shkavon, në ketë, vëllezër, në lagjet tona në tash, me ju vetë juve, valla filoni a falë, po be ja pat nisë, një mujdit, ama e la. Po e filoni, patarve të hoxha e pat mësu e lifin gjisë e la. Po i ketri, po edhe i tjetri e la. Po ki tjetri, edhe ki tjetri e la. Ama Allah s.a. ku thot, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dojnë me na kallëzu neve që vazhdo. Non stop. Tan ymrin, tan jeta jote, let jetë adhurim për Allah s.a. Mos u lodh. Për këtë pejgamberi s.a.s. ka thonë, prej veprave që më shumë të i donë Allahu cilët janë? Të paktët, ama me kënd vazhdueshëm. Ani pse i ban pak. Ma mirë mi falën 2 recate çdo ditë, se një ditë 200 recate edhe mosh nosh vjetin tjetër. Për këtë lusë Allah azza wa jall që ka dhe shumë begati edhe shumë mrekulli, që Allah subhanahu wa taala të na jep neve bereqet, që Allah subhanahu wa taala të na begaton me këtë sure. Thash
vazhdojmë me përsërit vëllezër. Nuk është rastësi as pak që ne kemi nevojë me lexu surën Fatiha 17 herë në ditë. Ka diçka kjo sure. Ka dënim mrekulli. Ka nevojë që ne të fillojmë pak më shumë mbi këtë sure. Lutë Allah na zgjon neve dhe juve të na fal gjunat. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahim. Allah e shpëlbet këtë ndërtoft.